Now the situation is Nuk e prisja që të zgjaste kaq shumë, veçanërisht faza paragjyqësore. Jam i bindur se kjo po ndodh sepse është në interesin e njerëzve që paguan për këtë proces, thot ish ambasadori i Holandës në Kosovë, Robert Bosch, teksa flet për gjykatën speciale në një intervistë për Kosova Press. Kritika ka për funksionimin dhe legjitimitetin e speciales, teksa shprehet i bindur se ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi do të dalë i pafajshëm. Nëse është një gjykatë serioze, ju do të shpalleni të pafajshëm, të gjithë ju, për mungesë të provave, sepse në një gjykatë normale dënohen njerëzit vetëm nëse nuk ka dyshimin më të vogël. Sipas tij, fakti që Thaçi dhe bashkëluftëtarët e tij ndodhen në paraburgim prej 5 vitesh është i pajustifikueshëm dhe për pasojë, gjykimi është zvarritur qëllimisht për përfitime të brendshme të prokurorëve dhe gjyqtarëve. Kam frikë që shumë nga këta prokurorë dhe gjyqtar, ata e pëlqejnë këtë zvarritje sepse paguan shumë, kështu që sa më shumë të zjat, aq më shumë marrin. Mendoj se ishte një gjë e tmerrshme dhe mendoj se është një gjë e tmerrshme që të mbahen njerëzit në paraburgim kaq gjatë, dhe sidomos ata që u dorëzuan vullnetarisht. Si ambasadori i Holandës në Kosovë në kohën kur diskutohej ngritja e gjykatës speciale, Bosch ishte një prej zërave ndërkombëtar të pakët kundër kësaj gjykate.